që i bie nuk ja dha dorën, nuk kontaktoj me to. Pse shtrohet pyetja nuk kontaktoj? Sepse ky e kishte një smundje që quhet si smundje infektive apo smundje ngjitse. Njëjta gjë për shembull ka ndodhur edhe tek ne, thoshin mjekët mos më dhon dorën, apo? Domethënë shikoni ka bazë kjo tek suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për cilët gjithashtu se pejgamberi sallallahu ka thënë, të smurrit me lebroz foli 1 ose 2 shtiza larg. Larg, domethënë foli, mirë po mos ju afro. Ibn Qayyim el-Jauziu para sa shekujve po e trajton çështjen e frikës që ka lidhshmëri me smundjen. Shtrohet pyetja pse. Domethënë ti po friksohesh nga ana e stresit tënd, frikës tënde, ti po mundesh mu smu. Shiko shkenca çka thot. Po thot ka lidhshmëri të mundshme midis frikës së tepër ndaj një smundje ngjitse dhe dobësimit të sistemit imunitar. Domethënë nëse ti tutesh shumë nga një smundje e caktuar, automatikisht sistemi imunitar bjerë. Kur bjerë sistemi imunitar, ja qel rrugën virusit me ndikuti shumë lehtë. Thot që mund ta bëjë njeriu më të ndjeshëm ndaj infektimit. Kjo është një çështje studiuar në psikoneuroimunologji, disiplinë që lidh mendjen, trurin dhe sistemin imunitar. Si ndikon frika? Thot frika intenzive e aktivizon sistemin nervoz simpatik, luftose ik. Ata që kanë studiuar psikologjinë, neuropsikiatrinë, mjekësinë i dinë këto. Kjo shkakton një rritje të hormonit kortizol. Domthonë që kjo frika ti që e ke ndaj smundjes tash, që kjo të nxit, mu rrit çaj hormoni kortizol. Bukur. Kortizoli në nivel të lartë ul funksionin imunitar. Ta ul imunitetin. Nuk lën mu taju ato qelizat që e luftojnë virusin. Domethënë çka? Qelizat T edhe NK që luftojnë viruset. Frika dhe përqendrimi i vazhdueshëm i smundjes mund të çojë në një gjendje psikosomatike ku trupi përjeton simptoma reale. Ai që bën njerëz që thonë s'lodhna unë, hiç. Ai ka mallon mbi 7 palçie. Heq takohet me njerëz si bjerë smundja. E ka mbështetjen tek Allah, ata që s'besojnë Zotit vetbesimin, apo ta, vetbesim s'bëm i thonë e ka mbështetjen tek Allahu, edhe shumë i qëndrueshëm është ndaj viruseve të ndryshme. Pastaj thot Tirmidhiu sjell prej Xhabir ibn Abdullah rrëfimin se një herë pejgamberi sa duke kapur për dorë një burr të smur me lepër, e futi dorën e të smurit në enën me ushqim dhe i tha: "Çfarë tash? Kjo po bën kundërshtim me të parën, apo? Me një anë po të thot, mos u tako, apo largoju, në anën tjetër po s'ka smundje ngjitse, po bukur, nëse s'ka smundje ngjitse, atë ku problemi unë mu taku? Qysh mi bashku këto? Ata që tuten, edhe nuk e kanë mbështetjen e fuqishme, është më mirë mi marrë sebepet. Ata që e kanë mbështetjen e fuqishme nuk ka problem për ta. Sa ai çdo send e lidh me caktimin e Allahut. Ato si bëhet vonë. E sidomos kjo duhet jetë tek mjekët apo tek personeli mjekësor, se tankon është me pacienta ai. Është problem vallai, është problem kur jeni mesin e pacientave tankon, mu kon si robot mi mshil krejt trupin apo kupton. Njëta gjë vllazni është edhe me rukje për shembull. Një person, pejgamberi sa çka ka thonë, kanë me 70.000 njerëz në xhenet pa dhënë llogari nëse të tillët nuk bëjnë rukje. Kjo sebeb. Po a lejohet me bë rukje? Po lejohet, nuk ka ndalesë. Po nëse e bën, nëse i mbështetesh Allahut, e ki normalisht xhenetin inshallah taala. Dhe këtu Ibn Qayyim e cek thot, një takim i shpejt blic nuk është sikur takimi që rish tankon. Kjo që rish tankon është më e rrezikshme se sa një takim që është, domethënë, i shpejt. Edhe mos harroni shkencëtarët, mjekët që i trajtojnë çështjet e viruseve, virusi vllazni kur del për jashtë nuk e ka komoditetin me qëndru i gjallë, po themi, sikur në organizëm. Nëse për një moment ti ke qenë infektuar, e ki prek, për njerë e ki prek, ka mundësi më ardhë. Po prap ka mundësi, se që ky virus e ka një farë procesit të udhëtimit, deri sa të vjen në trup, në dorë. Pi dorës ti duhet me prej këto. Mas pari barierën mas pari është lëkura. Pastaj i ki cilit, këto qimet i ki. Këto këtë një bariera. Do më thotë 2-3 bariera ti duhet me kalu për me një organizëm. Këtë këto bariera Allah që i ka bo për njeriu mërë me të mbrojt për mikrobeve të jashtme. Po që hini? Lëkurën e kaloj, këtu i kaloj, edhe hini, halos ka hinë gjak. Momenti kur hinë trup që to, për njerë e ki të aktivizum ti leukocitet.
Qizat e bardha të gjakut. Për një herë se inkubacioni është periudha e hyrjes së mikrobit në organizëm dhe shfaqja e simptomeve. Inkubacioni, edhe njerë ma në mend, inkubacion quhet periudha kur hyn virusi, mikrobi, bakteria në organizëm derisa të paraqitet simptomi i parë i sëmundjes, që kjo periudhë, që kjo kohë quhet inkubacion. A është e qartë? Sipas një tjetër shpjegimi, përpara Islamit, njerëzit besonin se sëmundjet përhapen vetvetiu. Për atë arsye dhe Muhamedi a.s. tha s'ka sëmundje ngjitse. Domethënë, bindja ishte që në mënyrë automatike, apo në formë automatike, prej personit person për njerë shkon, bartët sëmundja, kështu s'ka mundësi. Kështu s'bën me besu muslimani. Në mënyrë të pavarur. Nuk lejohet me thonë. Lejohet me thonë që Allahu e lejon mu bartë sëmundja tek personi. Pastaj, vllazni, a do të thotë që nëse virusi prej personit në person shkon, a do të thotë që shkakton sëmundja? Jo. Se i kemi ato barierat na, apo? Jo domosdoshmërisht i bie virusi që të vjen te ti me çka këtu sëmundje. Plot viruse na kemi. Dikush smuhet, dikush nuk smuhet. Varet për imunitetit. Kështu pejgamberi sa me hodhi poshtë këtë besim të tyre dhe hëngri bashk me një leproz, me një person që kishte leproz. Më u kallëzu që në mënyrë automatike nuk vjen sëmundja te ona. Ndërsa në anën tjetër, po ashtu i ka këshillu sahabët që mos të shkojnë te vendi ku është me leproza, po